Dhe nga parashikimi I kushteve atmosferike, që me sa duket e kemi larguar atë të ftohtin e madh dhe rreshjet që u kthyen në problem, sidomos në jug të vendit, do të shkojmë në Britani. Atje na pret avokati I njohur Naim Hasani për të na dhënë detaje rreth situatës në Britani, por sidomos rreth raporteve të Britanisë me vendet e tjera për shkak të trazirave, kaosit që tashmë ka pushtuar shumë vende të botës. Përshëndetje avokat, kënaqësi. Përshëndetje Fjori, mëngjesi nga Londra, një ditë me shi normalisht si ditë në Londër ka zakon për Londrën, është. Ditët me diell janë të pakta, kështu që jeni mësuar me këtë lloj moti, neve na bën përshtypje. Jemi mësuar me shi dhe ftohtë. Padyshim është një gjë normale për Londrën. Për të kthyer te realiteti, padyshim jo më larg se sot mëngjes, një nga ministrit kryesor të qeverisë britanike, qeverisë së Keir Starmer, ka theksuar se bota ndodhet në një situatë të rrezikshme dhe është detyra e qeverisë britanike për të mbrojtur qytetarët britanik dhe për të mbrojtur interesat e Britanisë kudo që janë në gjithë botën. Dhe në këtë kontekst, vetë qeveria britanike ka paralajmëruar që duhet padyshim që të rritet kapaciteti mbrojtës I Britanisë dhe në këtë kontekst ngjallja një farë shërbimi të detyrueshëm ose elektiv me opsion të detyrueshëm është një nga prioritetet e qeverisë britanike, duke qenë se për vite kemi menduar që Evropa ka një mbrojtje të sigurt nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që mas luftës së dytë botërore deri tani. Tashmë me sa duket kemi këtë një tërheqje totale të Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga ai afrimitet I gjithmonë politik, ushtarak, sentimental me Evropën dhe Britania po bën të pamundërën për të rritur kapacitetet mbrojtëse dhe kapacitetet e përgatitjes për luftë në rast një eventualiteti që Britania mund të përfshihet në një konflikt të armatosur, duke parë situatën në Ukrainë, duke pasur përpjekjet e vazhdueshme të Rusisë për spionazh në Britani dhe anijet luftarak ose avionet luftarak rus, duke prekur hapësirën ajrore britanike dhe ujërat territoriale të Britanisë. Qeveria britanike dhe Ministria e Mbrojtjes po ashtu kanë vendosur që të rrisin buxhetin në maksimum për shpenzimet për mbrojtjen në mënyrë që Britania të jetë një ndër pionierët kryesore të mbrojtjes të stabilitetit jo vetëm në Mbretërinë e Bashkuar, por në mbar botën nëse kjo është nevojshme. Pra shohin një rrezik të shtuar britanikët. Padyshim shohin dhe generalët kryesorë të ushtrisë britanike kanë paralajmëruar disa herë, një prej tyre ka dalë publikisht duke thënë që bota ndodhet në një situatë të rrezikshme dhe qytetarët britanik kanë për një kohë të gjatë kanë jetuar në kohë paqe dhe duhet të bëhemi gati që për luftë dhe të rinj britanik duhet të mësojmë se çfarë është lufta dhe çfarë kanë vuajtur qytetarët britanik gjatë luftës së dytë botërore, të marrin mësime se çfarë mund të ndodhë përsëri. Por ndërkohë që le të themi kryeministri Starmer është distancuar nga veprimet që kanë ndodhur në Venezuelë, ka thënë që ne nuk kemi qenë pjesë e këtij aksioni, gjë që duket se ka krijuar një lloj ndasie ndërmjet Britanisë dhe le të themi Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por nga ana tjetër Britania pas këtyre sulmeve dhe pas tensioneve në lindjen e mesme sërish ka vepruar duke tërhequr bazën e saj ushtarake në Katar, duke udhëzuar të gjithë qytetarët e saj në Iran që të kthehen dhe të tregojnë kujdes. Çfarë po ndodh realisht ndërmjet Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë? Duket se Britania nuk është dakord deri diku me kaq fronte sa ka hapur SBA. Padyshim, Britania ka qenë një mbështetëse fortë e Shtetet e Bashkuara të Amerikës që nga lufta e dytë botërore, por edhe përpara ka ekziston një marrëdhënie speciale mes Britanisë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në këtë kontekst Britania është përdorur si një urë lidhëse mes administratave të ndryshme amerikane dhe Evropës, duke forcuar marrëdhëniet e bashkëpunimit me kontinentin të Evropës dhe Shtetet e Bashkuara
të Amerikës si faktori kryesor i stabilitetit, si një ruajtës kryesor i parimeve demokratike dhe stabilitetit në gjithë botën, dhe në këtë kontekst bazat amerikane kanë qenë të pranishme në gjithë Evropën dhe kanë garantuar për gjithë të vite stabilitet të Evropës, dhe Evropa ka përjetuar një kohë paqeje të vazhdueshme, por me ardhjen e presidentit Trump dhe me veprimet e fundit të tij, me ndërhyrja në Venezuela, ndërhyrja e mundshme në Greenland dhe kërcënimet e presidentit Trump për Kolumbinë, për Meksikën, për Kanadan e për vende të tjera, thjesht tregojnë që Britania është ndihet e stepur në këto veprime marramendse të administratës të Donald Trump dhe fatkeqësisht përmësisht situatës së kryeministit britanik si një avokat i të drejtave të njerëzit, kur ka qenë përpara në kohën e ish qeverisë laboriste dhe një avokat karriere në mbrojtje të ligjit ndërkombëtar, qeveria britanike nuk mund të bie dakord me kërcënime të vazhdueshme që administrata Trump dhe i bën jo vetëm Venezuelës, në të cilën pavarësisht ndërhyrja në një vend sovran solli largimin nga pushteti të presidentit Maduro, por gjithë administrata edhe Grenlanda është një pikë kyçe. Padyshim, dhe jemi në një situatë të tillë që askush nuk mund ta parashikonte, askush nuk mund ta merrte parasysh që ushtarët britanik në këto momente që flasin po dërgohen në Greenland, ushtarët gjerman, ushtarët francez, nga Norvegjia, nga Suedia, nga Polonia, është jashtëzakonisht e rrezikshme. Si interpretohet ky lloj aksioni, avokat, duke qenë se sot Shtetet e Bashkuara të Amerikës, le të themi, janë fuqia më madhore dhe me kontributin më të madh në NATO. Gjithë vendet e tjera, sidomos të Bashkimit Evropian, kanë patur një kontribut të cunguar dhe pasojat po i ndjejnë tani, duke qenë se kanë rritur fondet për sa i përket mbrojtjes. Pra, të gjithë vendet e Bashkimit Evropian, edhe Britania, pavarësisht se nuk është pjesë e BE-s, po dërgojnë trupa atje kundër kujt? Për të mbrojtur nga forca më madhore e NATO-s? Pra, ka një nonsens në gjithë këtë? Gjithmonë jemi vendet demokratike, demokracitë më të forta janë përgatitur për të luftuar kundër armikut. Të ndodhesh në një situatë kur edhe ta imagjinosh që mund të përgatitesh për luftë ndaj mikut kryesor, influencuesit kryesor, shtetit më kontribues në NATO, në aleancën më të suksesshme që ka parë historia njëherë, dhe të mendosh që trupat europiane po dërgohen në Arktik për të mbrojtur ndaj sulmit të mundshëm eventual nga ushtria amerikane, nga një urdhër totalisht i paligjshëm nga ana ndërkombëtare me ligjin ndërkombëtar, pushtimit të Grenlandës nga Donald Trump dhe një konfrontimi fizik mes anëtarëve të NATO-s, që do të ishte katastrofike, do të ishte një dështim total i Evropës, dështim masiv, një gabim të rëndësishëm strategjik të tjetë pasoja shumë të rëna për gjithë botën. Po zhvillohen momentalisht. Britania, Franca, Gjermania janë bërë bashkë për të dërguar trupa për mbrojtjen e Arktikut. Britania bashkë me vendet e Bashkimit Evropian po dërgojnë trupa në Arktik, në Greenland, për të mbrojtur territorin e një vendi të NATO-s, por të kesh një situatë ku një vend i NATO-s sulmohet nga vendi kryesor i kësaj aleance, është absolutisht një nightmare, një ndër tërësisht e tmerrshme për udhëheqësit evropian, dhe shpresoj që të mos kemi një konfrontim fizik mes trupave amerikane dhe trupave të pjesës tjetër të aleancës të Atlantikut të Veriut, sepse kjo do të, siç ka thënë kryeministri danez, që do të shqiptonte qartë fundin e aleancës së NATO-s dhe pushtimin e një vendi demokratik dhe marrjen e territorit të një vendi demokratik nga një vend ishmik, dhe pasojat do të jenë katastrofike. Mund të themi që do të jetë pikërisht ajo zonë, pra Arktiku, që do të përçajë këtë aleancë kaq të fortë?
jo vetëm do të përçaj, do të sjell fundin e kësaj aleance, një sulm i një shteti të aleancës ndaj një shtet tjetër është një sulm në të gjithë aleancën. Ajo që po ndodh i shërben vetëm Vladimir Putin dhe dëshirës së tij të vazhdueshme dhe të shfrenuar për eliminimin e kundërshtarit më të fortë që ka mbrojtur për vite Europën, NATO-s. Dhe unë mendoj që Donald Trump dhe administrata e tij me interesimin e tyre për në një situatë kur po kemi një thyrje të akujt në Greenland dhe materiale të çmuar, minerale të çmuara po dalin në sipërfaqe dhe insistimi i administratës së tij dhe bilionerëve rreth tij për të marrë në kontroll Greenlandën shqiptojnë një lajm shumë të keq për botën demokratike dhe një lajm shumë të keq për marrëdhëniet e Bashkimit Evropian dhe Evropës në përgjithësi, Mbretërisë së Bashkuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Besoj dhe shpresoj që logjika e ftohtë, logjika demokratike e bashkëpunimit mes miqve të kahershëm që kanë garantuar me vite stabilitetin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në gjithë Evropën, por në gjithë botën të vazhdojë të ekzistojë dhe mos kemi një konfrontim fizik mes forcave europiane dhe pushtuese amerikane. Jo ishte absolutisht një shërbim më i mirë që do të bëshin Rusisë, Kinës dhe Iranit.